Java e arkivit të hapur na bëri bashkë sot, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në këtë hapësirë diskutimi e reflektimi mbi punët e mira në fushën e arkiveve shtetërore dhe sfidat përpara në konsolidimin e mëtejnë të sistemit arkivor për ruajtjen e trashëgimisë sonë dokumentare. I nderuari zotëri Harullah Sheku, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i nderuari zotëri Beslim Beslimi, ushtrues detyre i drejtorit të Agjencisë Shtetërore të Arkivave, e nderuara zonja Blerina Rogova Goxha, drejtore e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, e nderuara zonja Vjollca Aliu, drejtore e Muzeut Kombëtar të Kosovës, i nderuari zotëria Dhehetemi, drejtor e Institutit për Dokumentimin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, të nderuar punonjës profesional, profesor e student, studiues e përfaqësues të institucioneve shtetërore, punonjës të medias, qytetarë pranishëm, zonja dhe zotëri, arkivat janë gardian të trashëgimisë dokumentare. Kjo lloj trashëgimie është një testament themelor i kulturës dhe i kujtesës sonë historike, që duhet të transmetohet brezave të ardhshëm në gjendjen më të mirë të mundshme. Arkivat janë qendrat që bartin përgjegjësinë për trajtimin, ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë dokumentare të një shteti e populli. Sistemin shtetëror arkivor, që në krye ka Agjencinë Shtetërore të Arkivave, ndonse zyrtarisht si pjesë e Ministrisë së Kulturës, si qeveri e kemi trajtuar me vëmendjen që meriton, pra si sektor të rëndësisë kombëtare. Dhe sot jam shumë i kënaqur që bashkë mund të flasim për rezultatet e prekshme të këtij trajtimi e të kësaj vëmendje të përbashkët shtetërore. Jam tejet i vetëdijshëm që këto arritje janë rezultat i punës, kontributit dhe përkushtimit të njerëzve që punojnë në sistemin shtetëror të arkivave, një armatë profesionistësh bashkë me ata që kanë kryer detyra menaxheriale dhe të gjithë ata të cilët në kohra të ndryshme por me vullnet, gatishmëri e interesim kontribuan për këtë arritur që po e shënojmë bashkë. Andaj duke ju përgëzuar e falenderuar për punët e mira gjatë viteve të fundit, ju ftoj që bashkë të rrisim edhe më shumë dinamikën e punës. Në mandatin tonë qeverisës, që për pak ditë i mbush 4 vjet fiks, angazhimi e shërbimi për vendin dhe qytetarët janë të paktën në 6 fusha të ndërhyrjeve dhe investimeve tona në sistemin shtetëror arkivor. Së pari, kemi miratuar ligjin e ri për arkivat që vendos standardin botëror të organizimit të sistemit shtetëror arkivor në Kosovë. Pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri, janë hartuar edhe miratuar 8 akte nënligjore të cilat e bëjnë plotësisht të zbatueshëm këtë ligj tejet rëndësishëm, duke përmbyllur kësaj edhe reformën ligjore në fushën e arkivave. Së dyti, Kosova është bërë me strategjinë afatgjatë shtetërore për zhvillimin e arkivave, duke definuar qartë vizionin tonë shtetëror për sistemin arkivor për periudhën 2025-2031, por edhe përtej kësaj. Së treti, kemi përmirësim të dukshëm të kushteve të punës për stafin dhe kushteve të ruajtjes materialit arkivor gjithandej. Vetëm në vitet e fundit janë përmirësuar kushtet edhe në disa raste punimet vazhdojnë, sikurse në ndërtesët e sistemit arkivor në Prishtinë, Pej, Gjakov, Mitrovic dhe Prizren. Për arkivin ndërkomunal të Ferizajt, kemi siguruar hapësirë të përshtatshme në një aset të trashëgimisë që si vjet i nënshtrohet restaurimit, ndërkaq në Gjilan kemi përparimin e procedurën për ndërtesën e re dhe moderne. Së katërti, digitalizimi masiv i materialit arkivor ka prekur numra që para pak vitesh ishin të paimagjinueshëm. Me projektin e digitalizimit masiv në vitin 2024 janë digitalizuar 2.5 milion dokumente arkivore, ndërkaq sa për krahasim në 15 vitet paraprake ishin digitalizuar pak mbi 1 milion dokumente arkivore. Së shpejti do të arrijmë totalin prej 5 milion dokumentesh të digitalizuara, që paraqet një dëshmi të qartë të seriozitetit e të përkushtimit tonë të përbashkët. Së pesti, jemi të lumtur që sot bëhet lansimi i sistemit elektronik të menaxhimit të materialit arkivor në hap me trendet teknologjike,
ky sistem do të krijojë qasje të lehtë në materialin e digitalizuar arkivor nga jashtë, si do të lehtësoj sistemimin e brendshëm të këtij materiali. Së gjashti, Agjencia Shtetërore e Arkivave ka strukturë të re organizative dhe kapacitete të rritura profesionale. Ndërkaq meritokracia profesionale dhe patriotike do të duhej përherë të ishin kritere themelore për të gjithë ata e ato që duan të bëhen pjesë e sistemit shtetor arkivor të Republikës së Kosovës. Me që të ishin 6 ndërhyrje, le të përmbledhim ato edhe një herë natyrisht fare shkurt. E para, ligji; e dyta, strategjia; e treta, kushtet e punës; e katërta, digitalizimi masiv; e pesta, qasja dhe menaxhimi elektronik materialin arkivor; dhe e gjashta, struktura e re me më shumë profesionistë. Janë edhe 2 momente që na bëjnë posaçërisht krenar. E para, sjellja e materialit arkivor nga komunat në veriun e vendit në Prishtinë, pra në kryeqytet të Republikës, duke vendosur në kontroll të lehtëshëm, dhe e dyta, marrëveshja me postën e Kosovës që lehtëson qasjen e qytetarëve në materialin arkivor për nevoja sociale e juridike. Pra në këtë edicion të radhës javës arkive të hapur, në emër të qeverisë sonë gjejmë rastin të theksojmë faktin se sikurse rrjetin e institucioneve të kulturës, e të trashëgimisë kulturore, të bibliotekave, muzeve, teatrove, kinemave, instituteve profesionale e shkencore, edhe arkivave u kemi kthyer edhe vëmendjen edhe dinjitetin që meritojnë, sepse u kemi kthyer investimet e gjithanshme, jo vetëm infrastrukturore, të cilat do të transformojnë këto institucione, duke i vënë në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë, të shtetit, të kombit në përgjithësi. Mbështetja e qeverisë sonë jo vetëm që do të vazhdoj, por edhe do të rritet, sepse kultura, trashëgimia jonë dhe arkivat në këtë drejtim janë themelet mbi të cilat ne e mirëmbajmë identitetin dhe qëndrueshmërinë tonë si komb e si shtet, si shoqëri e organizuar, demokratike, evropiane dhe e qëndrueshme. Ju dëshiroj javë të mbar, ju përgëzoj për punën dhe si për veten e për qeverinë, ashtu edhe nga ju pres edhe më shumë punë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, kontributin dhe vëmendjen. Vitin që shkoi ndryshuam dhe avancuam më tej shërbimin për qytetarë duke decentralizuar qasjen përmes marrëveshjes me Postën e Kosovës, ku qytetarët tashmë nga 145 zyra postare anëkën Kosovës mund drejtohen për të shtruar ankesa dhe për të shtruar kërkesa dhe pajisur me kopjet vërtetuara të materialeve arkivore që duhen për nevoja sociale dhe juridike. Ky shërbim tashmë është i shtrirë, pra i mundur edhe për komunat veriore të vendit. Kur jemi të komunat veriore, vitin e kaluar, fal bashkëpunimit me Policinë e Kosovës, rikthyem në kontrollin ligjor të agjencisë materialin arkivor që mbahen nga strukturat e palegjshme në veri që financoheshin e organizoheshin nga Serbia. Në sasinë e dakorduar me Agjencinë Kosovare të Privatizimit për dorëzim në arkiv të materialit të ish-dërmarrjeve shoqërore në Kosovë, tashmë mund të themi se Agjencia e Arkivave vetëm në vitin e fundit ka rritur sasinë e përgjithshme të materialit për 35%. Pra, sikurse mund shihet, puna në Agjencinë e Arkivave është përqendruar në të gjitha masat e politikës publike. Në legjislacion, në politika dhe orientime strategjike, në masa investuese në infrastrukturën fizike dhe digjitale, në planifikim dhe zhvillim strukturës organizative tashmë të miratuar, në trajnime e bardhit përvojës, në rritjen pra rekrutimet meritore të stafit, në rritjen e mbikëqyrjes dhe disiplinës në punë e të tjerë. Këto dhe të tjera janë rezultatet arritura vetëm në një vit pune, por për te bilancit jemi krejt të vetëdijshëm dhe as pak komod për sfidat të mëdha që na presin deri në arritjen e synimeve për të ndërtuar një sistem efikas të administrimit të arkivave në Kosovë. Megjithatë, kemi besim se tashmë është vënë një bazë e fuqishme që siguron rritje të aftësive institucionale për të përballuar një mandat me detyra kaq të rëndësishme, sikurse është ruajtja e kujtesës kolektive në Agjencinë Shtetërore të Arkivave. Krijimi i kushteve për pranimin e më shumë se 25 kilometrave apo mbi 250 milion dokumenteve arkivore që ndodhen jashtë agjencisë, pra që është 2 herë më shumë se sasia që menaxhojmë aktualisht, është sfida e radhës e cila sasi nuk mund pranohet pa u krijuar kushtet për shtim të hapësirës, që do të thotë pa realizim të investimeve që i kemi filluar apo i kemi planifikuar tashmë.
Përfshirja e afër 1000 fond krijuesve që krijojnë material në sistem të integruar, të mbikëqyrur e të standardizuar të trajtimit, ruajtjes dhe rregullimit të materialit arkivor është sfidë strategjike e cila adresohet përmes rritjes së frekuencës së inspektimeve dhe formave tjera të mbikëqyrjes nga ana e agjencisë. Ky synim ka lënë patjetër nga fuqizimi me kapacitete njerëzore dhe logjistike të inspektoratit të agjencisë, që është planifikuar në strukturën e re organizative tashmë të miratuar me rregulloren përkatësisht vendimin e kryeministit të Republikës Kosovës në korrikun e vitit kaluar. Duke ju kërkuar falje që e zgjata fjalën time, po e përmbyll këtu me një mendim goxha pranuar në komunitetin e punonjësve shkencor që thotë historia nuk është ajo që ndodhi, por ajo që mbeti në arkiva. Thrasim kështu me këtë rast që të vazhdojmë punojmë pa rreshtur në ndërtimin një rrjeti profesional arkivor dhe të aftësuar që kujdeset për kujtesën kolektive dhe mbi të gjitha që i jep dinitet Republikës tonë duke treguar respektin e duhur për të vërtetën dokumentare. Ju falenderit shumë.